Me që jemi këtu, një që e përmendëm. A do të shkoj s'pak, do të thrasi s'paku? S'poj që du të kishe thirë, po kjo iku doli jashtë, boni ca gjiro me trena në... Atere, se qa ben ajo me tren nuk e di unë, po nëse ajo aratiset, i pari duhet shkojnë në Burg Altin Dumani. Altin Dumani ka shku në parlament, sot, dhe? Jo, mësë më duhet fare mua parlamentin, nuk më duhet... Po një pasjur të punës ti, me gjithë të tjerët, me kraja e këto... Ai dhe ata janë grup... Ai dhe ata janë grup... Ashude, s'ka rëndësi. Tani, unë di këte që nëse ai e le belën të ikin, shqiptarët duhet të dalin të në rrugët, kërkojnë që të burgosat ai pari, të arrestohet ai pari. E kam thënë qiteru. Dhe kush ka qenë prokurori i qeshtjes? Dritan Prençi. Po e diti pse është Dritan Prençi? Ti e mban mend kush e arrestoi Erion Velien? Olzdado. Po, Olzdado, po, si u boj ma bedi me... Tani, unë ule ngri Olzdado, prokurori me i keq i Shqipërisë. E kupton ti? Dhe tango Olzdado arrestoi Velien, e njerëzit thonë tash më i mirë se Olzdado s'ka. Po Dritan Prençi është pikërisht ai që duhet të bënte hetimin për Alpetrolin. Çfarë do thosh me këtë? Njësoj ardiqun, kur e shikojnë që bllokohen nga një anë dhe dalin bllov, ata pafi japin mundësi atij që të ngrihet, duke bërë një vepër akoma më të mirë. E kuptoj Ilenë? Për të çuar lart, për thënë, ai mallështori, ai mallështori, ai fillojnë vërtasën gjithë. Un kam një audio përgjim, një audio regjistrim të një seance të 20 qershorit, për ato 400.000 euro, për ato 400.000 euro që ai i çoi në Durrës si hetim. Dhe po ta dëgjosh atë, me të vërtet kupton natyrën e tij të vërtet. Ai meket si del zëri kur përmend Altin Dumanin. Ai e ka frikë. Ka frikë? Pa asnjë diskutim. Bile e thot dhe trosh atëherë, unë se kundërshtoj do të se ka thënë shefi. Domethënë ai del, ka edhe firmën atje si prokurori i çështjes, pretendohet që prokurori është i pavarur, dhe ai deklaron në sallë që unë nuk e kundërshtoj do të se kështu ka thënë shefi. Një dele e bindur kështu. Pore. Qa preti? A është profesionale kjo Angel që ose dikush i bindet me prokurorit? Prit se ka dy gjëra që njerëzit nuk e kuptojnë dhe për këtë fajin e kanë vetë ata që interpretojnë, domethënë prokurorët dhe gjyqtarët. Gjyqtari dhe prokurori pretendohet në ligj se është i pavarur. Tash gjyqtari mund të jetë plotësisht i pavarur, sepse gjyqtari merr palët, debaton, shikon provat, shikon dokumentacionin dhe merr vendimin. Pik. Prokurori nuk mund të jetë i pavarur. Nuk ekziston. Prokurori është si thua prokuroria është si një strukturë ushtarake. Duhet të veprojnë në grup, duhet të bashkërendojnë veprimet kur ka nevojë, duhet të drejtohen nga dikush. Dhe ligji e përmban, rregulloja e brendshme e prokurorisë e përmban që shefi i prokurorisë duhet të shikojë materialin para se të bëhet vendimi. Të sot takimin e Altin Dumanit në parlament, si e shef atë pasqyrën që bën ai që... Tashti, ata kanë qef të tregojnë pralla njëri tjetrit. Deputetët dhe Altin Dumani apo këta të spakut apo të tjerë të institucioneve thirren atje jo që me të vërtet japin një raport të vërtet ashtu siç ndodh praktikisht, po i bën qef njëri tjetrit. Dela i atje thot, ne kemi bën namin, lufta jone pamëshirshme kundër krimit, kundër korrupsionit, kundër trafiqeve tjera, po ai tre çerekun i ka mashtrime. Dhe atyre ju pëlqen, sepse ata janë të tërë të përlyer vetë. Si t'ju thot ai atyre që nesër unë do të vi këtu në derë t'ju arrestoj juve? S'shkon ai mu vetë. Nuk shkon atje. Më mirë të bëhet. Më mirë të bëhet nëse të kërkojmë ne që të bëhet më mirë. Po, tamam kështu e tha. Kërkoni që të bëhet mirë dhe jo të kërkoni nga shtëpia. Me diellën nuk lidheni dot ju e ka marrë Edi në xhep.